në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Proceduralisht janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit kurdo që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e ardhshëm, pra nuk ka distancë të largët kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakicë çfarë do qoftë, ajo dëshiron të mbajë kuvendin, por sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotuhem dhe këtu para jush edhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë, ai do ta thras më një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike, zot. As jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të tjera demokratike, i dirë ka qenë dhe vullneti 31 janarit.